Evo Gojovej. Kjo është kontratë borxhi e vërtet, por Mes te dhe? mes me edhe zotit Pacolli, Në rregull. Shuma? 100.000 euro. Do të thotë ky borxh ekziston. Ka ekzistuar, po. Ka. Por është shlyrë në mënyra tjera. O. Unë pa akuzuar për vrasje. Krime ekonomike. Ka dalë Brenajn, ka dalë veç pak. Granit Plova ka deklaruar që me një që 6-7 vite, gjë që nuk është e vërtet. Janë pranuar informata në lidhje me të paraburgosurin Granit Plova, në të cilin thuhet Naim Murseli e ka një informat për Granit Plovën që i ka kryer 2 vrasje të pasqaruara. Ai ka deklaruar që ka informata për një armë të fshehur të llojit Kalashnikov. Në seancën e kaluar 29 pari 2026 jeni përgjigjur në pyetje të mbrojtësit tuaj, po, dhe me atë rast keni thënë që në tërësi qëndroni pranë deklaratës të cilën e keni dhënë në prokurori. A është kjo e vërtet? A ju kujtohet sa herë keni dhënë deklarat në prokurori në lidhje me këtë rast? A ju kujtohet pjesa e deklaratës për mbrojtjen në faqen 6, paragrafi 5 të procesverbalit të cekur në pyetje të prokurorit? I keni paraqitur kallëzim inspektoratit policor. Me kërkesë tonë në inspektoratin policor, e kemi pranuar përgjigjen që nuk kanë, përgjigjen që nuk kanë kur farë kallëzimi. Më kërku më taku me hetus në paraburgim. Ata kanë ardhë vetë pa prezencën e avokatëve, pa autorizim kanë ardhë. Do të pyet prokurorja, atë kujtohet parafërsisht kur ja keni dorëzu këtë kërkesë drejtorit qendrës paraburgimit lidhur me këtë ankesën për IPK, parafërsisht koha, atë kujtohet, s'është thonën me Tica? Saktë, janar 2024. Në janar të vitit 2024. A ju kujtohet që nga ana e prokurorisë, ju dhe mbrojtësit e juaj, jeni të obliguar që ta dorëzoni atë proces verbal? Avokatja ka kërkesën time. A keni kërkuar ndonjëherë nga administrata e burgut, nga administratori i burgut, a keni kërkuar ndonjëherë që të vinë hetuesit për të biseduar me juve? Në shkresat e lëndës, të cilat janë të dorëzuar avokatëve tuaj, mbrojtësve tuaj, ekziston emaili i drejtuar nga drejtoria nga administrata e burgut në Podujev për t'ua dërguar burgut Podujevës, apo i referoni BSL-s? 40, po, burgut BSL, po, më falë, prokurore. Dhe stala, po, nga administrata e burgut. Për nevojë, për t'ua dërguar hetuesve, hapi thojzat. Por se me përkthim... Jer, paznaci navoda. Pyllen thojzat. Li drejtuar nga administrata e burgut, BSL-s, për dërgimin e hetuesit, sepse hapen thojzat. Janë pranuar informata në lidhje me të paraburgosurin Granit Plova, në të cilin thuhet përsëri hapen thojzat, Naim Murseli e ka një informat për Granit Plovën që i ka kryer 2 vrasje të pasqaruara. Mbyllen thojzat, pik reshtiri. Gjithashtu, ai ka deklaruar që ka informata për një armë të fshehur të llojit Kalashnikov. Pik mbylli thonjësat. Pas së cilës prokuroria ka dhënë autorizim hetuesve Ibrahim Sahiti dhe Nazim Dalipit që të vinë të bisedojnë me juve. A ju kujtohet kjo vizit nga ana e hetuesve në njësinë e paraburgut në Dyz? Ata kanë ardhur pa dijenin time, pa kërkesën time, si dhe pa avokatën e mi.
Sa i përket gjendjes së juaj financiare, keni thënë që nuk keni borxhe, është kjo e vërtet? Unë Që nuk keni po. që nuk kam borxhe, por ato shuma që përmende nuk ekzistojnë. Për të cilat shuma konkretisht po mendoni? 500 euro. A e keni kontratën për huazim me Bexhet Pacollin në shumë prej 130.000 eurosh, ku 30.000 euro ja keni kthyer? Shiko, barë Vetëm pak nejmë, ku 30.000 euro ja keni. 30.000 euro ja keni kthyer, ndërsa 100.000 ka mbetur të nënshkruara me 27/7/2021. krime ekonomike. Ka dalë bre najmë, ka dalë veç pak. Le ta shikojnë, është kjo kontrata që e ka lidhë me Bexhet Pacollin, shke pjesën lartë najmë, pjesa faqën e parë ku e ki. Po. Kjo është kontratë borxhi e vërtet. Por Mes te edhe, me edhe zotit Pacolli, në rregull, shuma, 100.000 euro. në rregull. Dhe thot këtu, ka normë interesi vjetor për 0% dhe nuk tregon kur ka qenë përfundimi i kësaj borxhi. Afati Se kene para po afatin e shlyrës borxhit. Jo. Okej. Do të thotë ky borxh ekziston. Ka por është shlyrë në mënyra tjerë. Siç e kam përmendur herën e kaluar, unë dhe bashkëshortja ime Lirdona kemi blerë një shtëpi përmes kredisë në BKT. Do të thotë, ajo shumë është kredia e shtëpisë. Është borxh ky, a quhet borxh? Ka dallim. Sepse vetëm pak. Aha. Po, ka dallim, po. sepse ajo kredi ka qenë shtëpia në hipotekë. Okej. Ka dallim sepse ajo Nuk e pagun ta merr shtëpi. sepse ai borxh për atë kredi kemi lënë shtëpi në hipotekë. Nëse nuk e paguajmë, banka e merr shtëpinë. Po. Kjo është universal. Gjithashtu, gjatë vizitës së hetuesve në njësinë e paraburgimit, ju hetuesve i keni thënë se si keni borxhe private, dhe keni cekur, andi Gecit 6.000 euro. A është e vërtet kjo? A ki proces verbal të asoj? Takime. I të vëzdali e të taçnë. Kemi raport të veçantë të policisë ku është cekur kjo. A ki përgjigje për këtë? Jo, s'kam. Nuk ki përgjigje për këtë. A keni deklaruar pranë hetuesve që keni borxh në hotelin Swiss Diamond prej 3 deri në 5.000 euro? Ndaj hoteli Swiss Diamond prej 3 deri 5.000 euro? Deri 5.000. Jo, nuk më kujtot. Do të thotë që atë ditë nuk ju kujtohet asgjë çka keni thënë. Do të thot, nga jo ditë nuk ju kujtot asgjë, përgjigja thot jo, asgjë nuk më kujtot. Në seancën e kaluar, në pyetje të advokatit tuaj, për lëvizjen tuaj dhe video incizimet të cilat janë shfaqur, ju jeni përgjigjur që me datë 29/11/2023, kjo është data e vrasjes së bashkëshortes suaj Liridonës, kur janë incizimet, ashtu si keni thënë ju, në vende të ndryshme dhe janë shfaqur dhe janë paraqitur si prova materiale në seancën e kaluar, i cili është mbajtur me 22/12/2025, ju për herë të parë keni qenë së bashku me Granit Plavën. A mund të më tregoni pse ka qenë me rëndësi që ta cekni që për herë të parë atë ditë keni qenë me Granit Plavën? Granit Plava ka deklaruar që me një që 6-7 vite, gjë që nuk është e vërtet, dhe prandaj e kom cek. Më duket ashtu ka qenë 6-7 vite. Naim, dali se... Naim, a e keni lexuar aktakuzën e cila është ngritur kundër juve dhe të akuzuarve tjerë? Da. Prokuroria e ka... Dali e... Në atë aktakuzë, prokuroria e ka theksuar se ju jeni takuar më herët vetë me Granit Plavën? A mund të më tregoni ku ka deklaruar Granit Plava që ju njeh që 5-6 vite? Në aktakuzë e kom lexuar. Te pjesa e intervistimit në polici. Në aktakuzë kom lexuar tek pjesa e intervistimit në polici.
Можете ли ми A mund të më